Samiti i kadrit diasporës konfirmoi një ndryshim të qartë në raportin e Shqipërisë edhe me diasporën dhe vetë pozicionin e Shqipërisë në syt e diasporës. Them konfirmoi sepse kjo ishte diçka që ne e pam dhe e prekëm konkretisht edhe në zgjedhjet e shkuara ku diaspora mori pjesë në një numër jo të vogël krahasimisht me pritshmëritë, sepse ishte hera e parë që merrte pjesë në zgjedhje dhe ku sipas këndvështrimit tim konfirmoi një mbështetje masive për shkak të ndryshimeve dhe transformimit të madh që Shqipëria ka marrë në këto vite të fundit. Por ajo që është më e rëndësishme është që tani më diaspora shqiptare nuk është thjesht një histori largimi, por është një forcë e shtuar e zhvillimit të vendit që shfaqet jo thjesht dhe vetëm përmes asaj që diaspora ka bërë gjithmonë, që ka qenë mbështetja monetare e familjeve këtu në Shqipëri, por edhe përmes elementësh realisht të admirueshëm të botës së saj të re, qoftë atyre që kanë spikatur në fushat profesionale, qoftë atyre që kanë spikatur në fushën e sipërmarrjes. Dhe çka ishte deri dje një hendek apo një distancë, sot është kthyer në një urë lidhjesh shumë konkrete në ekonomi, në dije dhe përgjithsisht në rritjen e ndikimit të Shqipërisë përmes shqiptarëve të saj kudo ku ata ndodhen. Është një realitet që lidhet drejt për drejt, siç thash, me transformimin e vetë Shqipërisë, nga një ekonomi me më pak se 10 miliardë euro prodhim të brendshëm, siç ishte ekonomia që ne morëm kur nisëm këtë rrugtim qeverisës, në një ekonomi me rreth 27 miliardë euro prodhim të brendshëm, me objektivin për të arritur në 35 miliardë euro deri në fund të kësaj dekade. Nga një vend me më pak se 3.000 euro të ardhura për frym në një vend me mbi 11.000 euro të ardhura për frym, me synimin për të kapërcyer 15.000 euro në fund të kësaj dekade. Nga 2 milion turistë dikur, ku për turistë numëroheshin edhe ata që shkonin jashtë dhe kur ktheheshin futeshin në listën e këtyre 2 milione disave, në një Shqipëri që pret 12 milion vizitorë në vit, siç ndodhi jo më larg se sa disa muaj më parë kur u mbyll viti 2025. Nga disa 300-400 milion euro investime të huaja në vit, në mbi 1.6 miliard euro në vit. Këto nuk janë thjesht shifra, po janë vetëm shumë pak tregues të një Shqipërie që është rritur, të një Shqipërie që është forcuar, të një Shqipërie që mbi të gjitha ka ndryshuar mënyrën si funksionon dhe për këtë arsye ka ndryshuar edhe mënyra si ajo perceptohet. Dhe mbi të gjitha këtë ndryshim reflektohet në raportin mes Shqipërisë dhe diasporës me Shqipërinë.